me zonja Koqiu, dhuna shfaqe dëshpërimit nga ata që në vend të alternativës krijojnë skena që rrezikojnë jetën e qytetarëve, policëve dhe gazetarëve. Ata të rinj të mitur që përfshihen në akte dhune nuk janë as herojnë dhe as trima, por janë të keq përdorurit atyre që në mënyrë patologjike vjojnë të mbështeten tek dhuna pa mundur të ndërtojnë alternativë tjetër veç shkatrimit. Është ky reagimi i ministres së Brendshme Albana Koqiu në lidhje me përfundimin e protestës së sotme të Partisë Demokratike. Anesi Bajramema i kësaj deklarate ka përsëritur Një pjesë të kësaj deklarate ka përsëritur edhe në megafon policia e shtetit gjatë atyre momenteve të përplasjes dhe hedhjes molotove, ku shpërthirje disa herë të ndaloheshin aktet e dhunës, po ashtu të largoheshin edhe fëmijët nga protesta pasi po rrezikonin. Ndërkohë, pjesë politike është zënë ministri ajo që ka bërë ato komente, por policia ka pasur ato deklaratë në momentet e para. Ndërkohë, siç mund të shihet, zoti Berisha është disi i lagut pasi ujë hedhur në drejtim të tij e ka prek në momentin kur kanë qenë përballë zyrës të kryeministit Edi Rama, kur edhe zoti Berisha nisi marshimin, ku tashmë jemi përballë Ministrisë së Brendshme dhe po shkohet drejt Ministrisë së Infrastrukturës. Atëherë kemi dhe Fiorella Belishin në lidhje të drejt për drejt. Fiorella, të përshëndes, besoj edhe ti je me marshimin e zotit Berisha dhe protestuesve, që me sa duket është destinacion parlamenti apo është ende e paqartë? Unë pandi jam nga ana tjetër, nuk jam me protestuesve të cilët po ndjekin zotin Berisha, por një pjesë e mirë e protestuesve i kanë rënë nga unazat, nga selia e Partisë Demokratike, të cilët po shkojnë tashmë drejt selisë së parlamentit. Siç janë edhe 10 forca policie që po i shikojnë. Që të jenë në parlament dhe duket tani që dhe policia po vrapon për të arritur dhe për të mbrojtur edhe institucionin e parlamentit, pavarësisht se duhet të themi ashtu që përmendë ju që kishte bërë thirrje e cila nuk ishte e gatshme për të siguruar të gjitha lëvizjet e protestuesve të thirrur nga Partia Demokratike, por shikojmë dhe një delegacion në këtë momente, nuk e di se kush është, por duket paktën që është një makinë zyrtare duke referuar. Zoti Berisha, makina e zotit Berisha tani në këtë momente, pavarësisht se zoti Berisha ndryshe nga radhët të tjera, ka vendosur maskën në fytyrë dhe ka udhëhequr protestuesit, edhe pse vetëm pak ditë në seancën plenare ne kemi pyetur se pse nuk është ai në drejtim të protestuesve, pavarësisht se ata që janë kryesia e Partisë Demokratike, deputet në krye të protestuesve, por nga ana tjetër zoti Berisha sot ka zgjedhur ndryshe. Ndërkohë shikojmë që protestuesit nuk po qëndrojnë këtu për shkak se edhe forcat policore po marrin të gjitha masat dhe të mos i lënë njëri kolegët e tyre në afër protestuesve për shkak se mund të ketë dhe incidente. Me sa duket qëndrimi i Sali Berishës në shesh sot e ka ndryshuar edhe skenarin e protestës, Fiorella, apo jo se me Berishën në shesh parashikohet që të qëndrohet edhe më gjatë, me sa duket. Po, nëse do jetë zoti Berisha përpara parlamentit, edhe sjellja e policisë mund të jetë pak sa më ndryshe, duhet të themi për sa i përket gazit lot sjellës, pasi gjithmonë paktën në protestat e fundit është hedhur gazi lot sjellës pikërisht në parlament, ashtu si ditën e sotme që përpara selisë së qeverisë nuk ka gazi lot sjellës përveç se ujë për të shpërndarë protestuesit. Ndërkohë duhet të themi që për sa i përket molotove ka qenë pak e rrezikshme, pasi janë hedhur edhe në mënyrë të pa organizuar, ku edhe disa për kolegëve tanë ato pjesët e molotovit kanë rënë përpara edhe gazetarëve dhe operatorëve, të qenë të rrezikuar, duhet të themi, si nga të dyja palët, nga gazi dhe molotovit dhe nga pjesa tjetër, edhe nga ujë. Fiorella, të dëgjojmë Berishën është para zyrës së Ballukut. Parat që kanë vjedhur, nuk keni asnjë justifikim të mbroni banditë si këta. Berisha si do vjo aksion, do ecë në Tiranë apo ka një plan të qartë? Janë ndiqeni dhe raportojnë qytetarëve se ju e patë se si Tirana ishte edhe Shqipëria e derdhur një lloj si në 20 shkurt të vitit 91, Edi Rama është i pa shpresë.
mesazhi është Edi Rama është i pashpresë, është i proceduar. Me presion që o Dy janë ata që edhe